Prandaj cila do vonesë pavarësisht vendimit të gjykatës, që gjykata janë pavarura, normalisht që krijon probleme, fatkeqësisht mund të jenë edhe të natyrave penale. E para reflekton një mosbesim në sistemin gjyqësor. E dyta krijon probleme mes qytetarëve, të cilat kemi pa në raste të caktuara kanë përfunduar edhe në keqe. Avokati Shefqeti ka përmendur disa prej arsyeve që sipas tij ndikojnë në zvarritjen e lëndëve. Konsiderojmë që ka dhe nevojë për ndryshime ligjore, konkretisht ligji për përturën kontestimore, i cili për shembull nuk ka nevojë të ketë fare seancë përgatitore. Sepse qoftë në një parashtresë gjykata mund të rregullojë propozimet e palëve, qoftë seancën e parë shqyrtimit kryesor. Po ashtu në këtë çështje ka ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe aspekti i kthimit të lëndëve në rigjykim nga ana e gjykatës së apelit. Në masë edhe nga ana e gjykatës supreme. Por mungesa e arsyetimit të fakteve vendimtare, e cila është kërkesë edhe nga praktika e gjykatës evropiane, normalisht që ndikon që edhe gjykata e apelit të kthejë rastin vendos, sepse gjykimet nuk arsyetohen. Pritja për afër 2 dekada ndon se i ka lodhur Xhevahire Mustafa, e cila tashmë në gjykat pas vdekjes së bashkëshortit është vetë paditëse, pret që gjykata të sjellë një vendim të drejtë. Më duket se edhe gjykata është duke i shkel drejtat tona elementare, të cilat na janë garantuar me Kushtetutën e Kosovës, edhe zakonisht edhe me ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Është dukshëm të i shkel drejtat tona me vonesa, me presim. Dëshira jonë është që të përfundon një herë. Gjykata duhet të bjen një vendim të drejtë, një vendim të sinqert, ashtu si duhet. Drejtësia për të moshuarit nuk mund të vonohet më tej. Çdo ditë pa një zgjidhje është një padrejtësi e re.